do trajtojmë një temë shumë sensibel, shumë të ndjeshme, ka përkufizohet në 3 forma: hijabi, niqabi, burka. Ku është dallimi? Mbase edhe unë atë shkronjen tek thënia mesit e shqiptova sipas dialektit verior, sepse edhe shamia në veri ka qenë një gjë që është përdorur shumë vite. Jo vetëm në veri, pra nuk ka të bëj vetëm feja ose muslimanizmi me shamin. Shumë prej nesh e kemi parë që gjyshet tona kanë mbajtur shami dhe ajo ka qenë një fisnikri që i ka dalluar, po për të folur më gjatë për këtë temë, kaq sensibel, kaq të ndjeshme dhe për të kuptuar shamia është liri, individualizëm, identitet apo i përket një feje të caktuar, para nesh, me ne, sot në Labirint në Tru është Edlira Dyrmishaj, një zonjë e madhe në të gjitha pikpamjet edhe në të gjitha dimensionet e një gruaje. Mirë se erdhe Edlira. Edhe për fjalët shumë të mëdha që dua ta them për publikun, nuk jam aq e madhe. Përveç Edlirës, sot kemi edhe vajzën e saj, e cila është Jumna Demiri, studente e drejtësisë. Mirë se erdhë të dyja. Tani, shamia është bindje, vlerë apo imponim? A është shamia një vlerë fetare apo shoqërore? A është gjithmonë zgjedhje personale apo shpeshherë kthehet në imponim nga familja, shoqëria dhe ligji? Sa shumë pyetje bashkë. Po. Unë falenderoj shumë. Në fakt janë pyetje dhe dilema që vlojnë në kohë dhe janë këtu brenda mentalitetit. Dhe secila nga ato meriton vëmendjen e duhur për të shpjeguar. Edlira, një minutë. E kisha dhe për Edën, pra dua të bëj një ndërhyrje këtu. Eda, si e mendon shamin ti? Në fakt, a ke pasur, ne bëm një foto shumë të bukur me Edlirën dhe me Jumnën. Ke pasur ndonjëherë një paragjykim të thellë brenda vetes tënde kur ke parë një grua me shami? Ke shumë të drejtë që sepse të gjithë ne kur shohim gra me shami, jemi pak le të themi shoqëria është paragjykuese, sepse ti je drejt për drejt dhe prandaj desha para se ta japi shpjegimin e plotë Edlira. Patjetër. Megjithatë, ndryshon shamia, pra hijabi, do me thonë kur është veshja e gruas që lihet fytyra dhe gratë edhe, unë i kam parë që janë edhe shumë të sofistikuara, bëjnë edhe mod me pjesën e shamis, me pjesën se si ato e kombinojnë, apo niqabi, e cila do me thonë presupozon atë fen, por edhe kulturën, por edhe një interpretim më strikt, sepse syt vetëm janë të zbuluara dhe zakonisht është robe zezë, pra jo shumë e përshtatshme. Dhe pastaj flasim për burka. Burka pastaj është, mendoj që nuk i përket fest, tamam, po është një gjë shumë strikte, që vërtet heq të drejtat e grave. Sqarimin më mirë se askush do na bëj Edlira. Po, patjetër. Edhe njëherë unë ndihem shumë e nderuar që t'jem për këtë temë në studion tuaj. Është interesant që unë kam kaq shumë kontakt me kamerat dhe kur vjen puna te kjo tema këtu emocionohem. Për asgjë tjetër nuk e kam problem të flas. Dhe sa bukur sepse emocioni është tjetër. Dhe ndërkohë që është gjëja me të cilën unë jetoj çdo ditë dhe është gjëja për të cilën kam punuar për vite me radhë për të ndërtuar një kulturë dialogu dhe mirëkuptimi, jo për të folur, po për ta përdorur fjalën si mjet për kuptim dhe bashkëpunim. Të gjitha këto gjërat që ju përmendët me shumë të drejtë. Në fakt, unë do ta zgjeroj goxha pak ato dimensionin e të shpjeguarit të kësaj. Jemi me një shkurt sot edhe na jemi me një shkurt, është dita ndërkombëtare kundër diskriminimit të grave dhe vajzave që mbajnë shamin si shprehje të besimit të tyre. Sigurisht presupozohet që kur flasim për besimin është një moment vendimarrje personale shumë intime në raport me Zotin dhe bëhet vetëm për hatër të kësaj gjëje dhe për asgjë tjetër. Por unë në asnjë moment nuk mund ta anashkaloj kultura të ndryshme, vende të ndryshme të botës ku sigurisht diskriminimet e shumëfishta gjinore që ndodhin te grave dhe këtë dua ta cek që ky është një diskriminim i shumëfisht. Edhe grua, edhe identiteti fort fetar, sepse është një identitet i dukshëm në këtë rast. Ne jemi të mësuar kur flasim për identitetet, të kemi parasysh dukjen e jashtme. Në fakt, në këtë rast, shamia ime
apo shamia e grave që e mbajnë shamin, është një pjesë e identitetit tyre grave, është njëra nga shtresat. Nuk është vetëm dukja këtu, kjo është vetëm një pjesë e imja. Bota ime është shumë më e madhe se sa kaq. Mjafton të thuaja që jam grua dhe ti e di shumë mirë Joy se çfarë do të thotë, se çfarë bote ka një grua. Absolutisht, po. Sa i përket këtyre elementeve si nikabi, niqabi, burka, ka një filesë fetare, nuk mund të themi që kjo vjen nga një abstrakt, por lidhet shumë me kulturat. Ajo që obligohet në Kuranin famlar të shamia e kokës që ne mbajmë, shamia si formë konceptuale në kuptimin e mbulimit të hijeshive në sensin ti paraqitesh në mënyrë modeste para botës, në kuptimin e një modestie konceptuale dhe filozofike, Joy. Pra ti je përparësi botës tënde të brendshme përpara thjesht simbolikave të një femre apo siluetës së një femre në këtë sens. Por kjo është në të gjithë dimensionin e fjalës për t'i dhënë të drejtë gruas, vajzave, që ajo të ndjetë e barabartë totalisht me burrat, dhe jo të ndjetë nganjëherë ta themi objektizuar, se na vjen keq ta themi këtë, po është realiteti që ne e prekim të gjithë. Është realiteti që ne e prekim të gjithë. Dua pak të ndërhy me Jumna, unë e adhuroj, është një vajzë shumë e bukur, unë kam qenë në një kompeticion mode me të, për pos fakti që vajza ime është modele dhe do adhuroja që t'ishte në krah tim në Top Albania Radio sot, por mund të zodha Jumnën, sepse Jumna po e kthen bashkë me disa mikeshat e vetat, shamin në mod. Dhe a është e vërtet kjo që ose të themi po e normalizojnë po e normalizojnë ato stereotipet që ekzistojnë. Po jep një tjetër dimension shamis, Jumna? Dhe Jumna, kur vendos se ti tamam ta mbash shamin, meqense jemi në këtë ke tre pyetje në një, sepse tani dhe unë se mami me falënderime që jam shumë e lumtur që jam këtu sot për ndar disa nga mendimet edhe një pjesë të shkurtër nga mënyra se si ne jetojmë, le të themi. Po nis me pyetjen e fundit që u bë, se kur e kam vendosur unë shamin. Unë e kam vendosur shamin 14 vjeç. Ka qenë një diçka spontane që edhe unë vetë nuk e prisja, askush nuk e priste. Thjesht u çova një ditë edhe thash unë sot dua që ta vendos shamin patjetër që unë e kisha, domethënë, e kisha gati, ëh? E kisha modelin gati. Spontan ka qenë ai momenti i vendimit. Atë po e të shpjegoj. Që unë e kam penguar 2-3 vjet që të mos e vendosë. Thosh ti ke kohë, ke nevojë të piqesh me gjën, ke nevojë të përballesh me realitetin jashtë. Mendova se do thoshte të kundërtën, domethënë që jo ngulja që ta vinte, jo që të mos ta vinte. Të gjën herë të tjera, po sot që jam me Jumnën dua që Jumna të ta konfirmoj për publikun. Po, patjetër. I pa ta vu dhe kushte madje në momentin që më tha që më pëlqen ndërhyrja sepse si ka qenë e thot të plot. Jumna do të kërkoj ndjesë po të ndërpresë. Ka qenë moment shumë i lezetshëm, na kërkon të dyve, mua dhe bashkëshorti, do të pi një kafe me ju. Dhe Jumna 14 vjeç do të na jep të kafe. Edhe ju menduat çfarë do na njëri tjetrin çka ka ndodhur.